Mancaku një emër që përfaqëson një histori të tërë për kushtimin ndaj muzikës. Kantautori, kompozitori, orkestruesi dhe kitaristi që i ka dhënë ngjyra dhe jetë muzikës shqiptare. Rrugtimi i tij artistik nisi në fillim të viteve 90 me grupin Clandestine për të vjuar më pas me një karrierë të pasur si autor dhe interpretues. Albumi i tij i parë, Angeli i rrëmbyer, i publikuar në vitin 1994, dëshmoi menjëherë profilin e një krijuesi të kompletuar, ndërsa kënga ikonike si Banania me muzikë të tij u shndrua në një nga hitet më të njohura të asaj periudhe. Letrën tënde çdo ditë lexoj, mo vjen keq vazhdon të thuash, ende sot nuk e. Gjatë karrierës së tij ka bashkëpunuar me emrat më të njohur të skenës shqiptare dhe ka lënë firmën e tij artistike në albume, festivale, kolona zanore dhe projekte të shumta muzikore. Me miq festojmë, kujtojmë në ato kohë. Për te suksesit artistik, Edmond Mancaku është edhe simboli i një tradite muzikore që vazhdon në familje. Ai është babai këngëtares së njohur Wendy Mancaku, e cila ka spikatur me talentin e saj në skenën shqiptare dhe ndërkombëtare. Edmond Mancaku i përket atij brezi krijuesish që ndërtuan muzikën moderne shqiptare të viteve 90 dhe vazhdojnë të mbeten në referencë edhe sot. Një artist që vazhdon të krijojë, të frymëzojë dhe të mbetet i dashur për publikun ndër vite. Se bas me e vallë ku ken shkuar. Besoj e kuptuat përmes insertit për kë bëhet fjalë, një personazh i jashtëzakonshëm, publiku e ka dashur shumë, një këngëtar që publiku e ka përqafuar dhe me muzikën që ka bërë, por edhe grupin ku ka qenë pjesë. Ne nuk duam të zgjatemi shumë te kjo hapi televizive, sepse duam që ai të na tregojë më shumë për jetën e tij aktuale, angazhimin në muzikë dhe kujtimet që janë një pjesë e mirë asaj çfarë ne jemi në të vërtetë. Falenderoj për ftesën. Edmond Mancaku, mirë se vjen, shumë kënaqësi të kemi në studio. Ju falenderoj në mes dritë, Mes dritë. Shumë intriguese. Mes dritë. Kemi luajtur me shqipen aty. Domethënë, unë kam qenë në disa emisione tek Vision Plus, me shumë dashuri do të thoja, sepse edhe respekti me cilin trajtohen artistët kur janë këtu, qoftë kur janë profil apo qoftë në tema të ndryshme që ne kemi diskutuar, që unë kam marrë disa herë, jam ndjer mirë. Kështu që besoj se edhe kjo intervistë do shkojë. Faleminderit shumë, nisin e mirë. Mirë. Babai krenar i dy vajzave që... Melodajnë dhe Wendy, ose Wendy dhe Melodajnë, sepse Wendy është e para. Është e para. Kush ka marrë shumë nga ty? Se Wendy unë e jo personalisht dhe Wendy ka sytë e tu, më duket. Wendy kam përshtypjen. Çfarë ka marrë nga Alma, bashortja? Nga Alma. Kam marrë atë grindën, domethënë kundërshtimin e parë që duhet kundërshtoj patjetër Alma për dhe pastaj bindet, profesionalisht edhe emocionalisht në gjithmonë fitojë. Gjithmonë fitojë. Me që s'po në të gjonë Alma. Po pra, mi s'po në të gjonë Alma, mund të themi. E përshëndet atë dashja e saj. Mirë, në lejo t'i ezërojmë pyetje që kemi për vajzat e tua muzikante, pastaj do dalim në kujtimin e një rrugtim që ka qenë shumë i gjatë dhe... Ju drejtoni. Nuk e di sa shpërblyer ka qenë pastaj për ty, por do na thuash vetë. Aktualisht, vajzat janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Kaliforni. Në Kaliforni. Wendy mbaroi në Porches, New York, kompozicion, jazz, i kanë të grupuar ato bashkë, edhe ndër një që ka një formim të gjithashëm përsa i përket biles deri ke Teknik Studio. Ato të nxjerrin makinë pune. Që ti dalësh direkt në treg edhe Melodajna që këtu vendosi të bëj mjeke. Normalisht vazhdon këndon, kam bendin e tyre atje, janë të dyja në Kaliforni. Wendy është general manager, më solli edhe një kamp vizit në Buitaj Center, do që arritja më e madhe gjithë qef që janë atje. Edhe ka një band të vetën, jep mësim në një kolegj, edhe po bën master në Berkeley, që është edhe goxha shtrenjtë me thënë drejtën, dhe ka dalë njetë, po themi. Duhet të kuptoj sa krenar është Edmond Mancaku për rrugtimin që vajzat kanë për prandaj. Normalisht jam shumë krenar, sepse kur ishin këtu unë të doja më shumë. Më shumë duke ditur vlerën, çdo baba për fëmijën e tij thotë që është më i miri. Por unë kam qenë me këmbë në tokë për sa i përket kësaj gjë. Biles edhe kur Wendy që ke gjeniu, domethënë u hoq si u hoq
I thoja që ka më të mirë se ty, kështu që puno fort. Sepse dije që manipulimet në fushën tonë janë të... Edhe pse dije talentin shumë i të vajzës. Dhe domethënë janë ca gjëra që unë gjithmonë nuk i thoja që ti je mirë, edhe pse vërtet u ndishte mirë. Duhet punoj dhe them se ajo i ka bërë mirë sepse ajo punon me këngën, me materialin, qoftë kur është dhe një këngë që i është afruar nga një kompozitor tjetër, ka qenë e thjesht në komunikim, sepse zakonisht ky Brezi që vjen tani ka mentuar vetë, plus në një këngë festival me, domethënë duke mos dashur që të zëvendin, të japim një mundësi dhe Brezit të ri, dhe ka preferenca kështu të çuditshme dhe përgjigje të çuditshme. Unë pa dëgjuar materialin, duke menduar që ne jemi Brezi 90-s, edhe këto thonë bëjnë gjithë rock. U bëj vetëm rock. Sa të banane kush e bërë? Do shkojmë edhe aty, po Edmond, pas një historie dashurie 30 vjeçare me Almën, edhe dy vajzave të mrekullueshme. 31 avash. Do doje shumë që këto dy vajzat të ardhur. Edhe një fëmijë tjetër. Fëmijë tjetër? Po, a doni të bëni fëmijë tjetër? Mirë tash dy gut, dy në Amerikë. Konsumojmë tash prapë. Ti nisi këtë bisedë. Ti nisi këtë bisedë, ke për Almën besoj, por që a do doje që vajzat të ktheheshin? Jo. Nuk do doje pse? Ato do vinë me leje edhe për aktivitetet e vendit të tyre normalisht, sepse janë pjesë, ato janë produkti i vendit normalisht. Po pse jo? Se thua, e the një jo shumë të sigurt. Po, sepse tentoi ende, erdhi mori pjesë në festival, në disa festivale, jo vetëm ke i madhi, gjërat nuk kanë ndryshuar, ne akoma jemi ke grupimet, ke lobimet, po të shohësh edhe si bëhen festivalet. Unë do doja që të ishin qik më transparente. Ato që kur ishin këtu, do më thënë nuk doni të merrnin pjesë. Ashtu si kur kishin ja 50 vjetë që i merrnin me festivalin. Ne dikur banim rrallë që të merrnin pjesë, edhe qofse s'merrnin çmime, doni të pse një televizion ishte në. Unë sërish, edhe qofse Vision Plus do të një festival do jem pjesë e atij festivali, se jam mësuar që të kem konkurrencë. Jo, të kem konkurrencë, pa rëndësi ka është festivali apo kompeticion. Po, kompeticion. Domethënë më pëlqen që jam akoma ring në këtë sens. Kurse Wendy dhe Melodajne mbas ndodh me njerëzit që kanë një prirje dhe kur e shohin që nuk kanë një mbështetje, nuk kanë atë vlerësimin e duhur që mund të kenë, jo vetëm Wendy dhe Melodajne. Po shumë të rinj të reja, emra të rinj të zgjidhje e shumë të tjerë, të cilët më ka përshtypjen që duhet të ketë një program apo stafat, një politikë kulturore që ky Brez mos ikë jashtë. Punojnë këtu të japin se janë në kulm të moshës. Kështu që është... Mendoj që edhe kanë ato zgënjimet e veta që kur ishin këtu. Vinë me mall, anë ato ushqimet e mira sepse aty mungojnë në Amerikë. Dhe pastaj për 2 javë del malli do ndikë. Po, kështu që... Mirë. Edmond, përmendëm pak si bananja pak më si qëndron historia pas kësaj këngë që akoma luhet, dëgjohet, kërcehet. Se ishte shumë interesante një detaj që the pak më herë. Po, fatikisht para bananes bëra një këngë tjetër që është po në ato ritme një se huaj me tekstet Dash Nordicus. Edhe ajo rrezikojt me çmime e parë, mori Ledina Çelo me San Valentino mos gaboj. Dhe të dytën u bëra pak më i zgjuar, bëm një refren që ishte standard. Edhe nuk mendova se do kishte atë përqafim nga masa, mbase ndodhi nga që ishte edhe 97. Ai është një i parë i pranverës së vitit 97, i vitit trish do thoja. Dhe kur gjithë këngët duhet filluar që nga Manjon Albani, Mira Konci, që ishin këngë shumë bukura, këndonin për plumbin, për paqen edhe si duhet t'jenë gjërat. Ishte edhe momenti, po. Alçi Bosnjaku vendosi që të femrën ta quaj si banane, që unë isha dakord me tekstin. Jemi përplasur disa herë. Dhe se normalisht ideja është një femër si banane. Do të ishte frut tjetër. Po shif idenë, tha, do ka konotacion tjetër banania. Se zakonisht ne i ndajmë, banane këtej, pjesha këtej. Problemi është që ai ishte shumë i thellë në logjikën e vet. Domethënë mos një që po e çvesh bananën, po mos e hidh lëkurën se do të rrshkasi o ti o dikush tjetër. Ideja që do të mirëmbash një femër, një vajzë, domethënë ishte shumë bukur si moral. Dhe vonë më mbush mendja saqë plus se kemi pas dhe probleme se materiali nuk do të më hy amerikanat, thoshin juria në atë kohë. Edhe kam një moment bukur, kam qenë me Dash Nordicun ke ato korridoret e televizionit. Edhe Dash Nordicun, po se diskuto, është amerikanat.
E lam tiket maestro Zhani, që është respektuar dhe e Po, e përshëndesim, profesor. Maestro dhe banane nuk botë të rëpoj, Amerikë Latine, nuk është edhe i qeshi, edhe u futë edhe kur mojë që këmë parë, i dhesh maestro, ka unë puno atja. Edhe të shi jemi në moshtë. Jemi në moshtë, profesor shumë i këndshëm gjithmonë, profesor Zhani. Edmond, e bërë edhe ti që kërkojnë të gjithë dhe bëjnë një këngë tjetër si Banania, por nuk e bëjnë dot? Sot? Ajo është fatikisht një rrymë që unë e futa për e të parë, është realizuar nga Lir Mihali në tastirë, e orkestruar nga unë. Vokali i asaj të u bë ke Mjeshti Qudim Saraçi. Do më dhe se me qënë se me një tastirë nuk lidhe do të vokali, do e studio një fill. Por, do më thënë, jam krenar sepse atë lloj orkestracioni për një reket dance pak a shumë në atë formë, e futa unë në parë. Jo, reket dance, pak a shumë ka një ndërthurje në sakë. Edhe Osman Mula thoshte është bërë si Makarena, sa dhe ishte edhe Makarena në atë kona. E vërtet, po. Edhe unë shumë vetë thonë që pse se këndohë vetë. Dashnor Diko është një përfaqësues i rrekës në Shqipëri, do të thotë. Ka një zë super të veçantë, edhe mbetet i tillë. Edhe u pa dhe në koncertin e pranverës kur ishte natë e nostalgjisë, kur ai këndoi. Edhe gjithë salla këndonte bashkë me Dashnorin. Unë atë kohë Beatles këtë variant e kam krahasuar me një variant të një kitaristit famshëm amerikan Van Halen, që nuk jeton, por është një gjigant i rockut, edhe i thot Michael Jackson, a mund të më bësh një solo? Ka qenë se s'më kujtojë titulli i këngës, unë do ta bëj, tha, po jemi grup rocku dhe ti mos tregoj që unë po vit bëj këtë solo këtu. Po një më rregull, Michael ngeli kështu sepse u luksin atë kohë që Michael ishte në e bajnë anonim. Do të gjithë kitaristët bëjnë atë kur duan në YouTube. Ajo figurisht që bëhet. Edhe i thonë, si Van Halen, si ndodhi tash që ti nuk doje dhe tash edhe ti të identifikohesh me këngën e Bananës. Edhe si këngë edhe si solo. Kështu që janë sa gjëra që nga njerë nuk duhen anashkolluar, gjërat e thjeshta, gjërat e bukura. Aq më tepër që sot, meqenëse kënga ka kaluar një produkt sanduiçi do thoya, po thënë thjesht një konsum. Nuk thellohet njeriu çka dashtot autori për tekstin, muzikën, aty fut një regaton, nuk po përmend emra sepse janë këngë, janë në qarkullim dhe duket sikur po kemi ne. Jo, unë domethënë jam primar në melodi. A është regaton, a është rap. Janë përderisa duhen nga masa, por bazat i të melodia. Nëse ka melodi, gjithçka është e bukur pastaj. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. A mendoni, kjo është pyetja ime e fundit, a mendoni që back vokalistët si këngëtar profesionist nga njëherë e marrin vëmendjen e vokalistëve se duhet dal tek një ngjarje, që në fakt është bërë shumë virale në këto viteve? E marrin. E marrin. Wendy Mancaku në skenë, në mos gaboj, në Tel Aviv të Izraelit, back vokaliste Jonida Maliqit. Jonida performoi mirë, Jonida Shionida, po një vëmendje të madhe mori te Wendy. Për disa shtrirje, lule, kadife të bukura vokale. Ka qenë prezantimi e mbaj mend. Dhe e pash edhe Jonida ishte shumë e kënaqur, sepse në momentin që back vokalistët paraqiten mirë, back vokalistët një këngëtare, do thot patjetër që këngëtarja është super, nuk ka lidhje, po më pëlqeu që domthon performanca që e shoqëronte Jonidën, plus që jemi miq të tjetër me Jonidën dhe edhe e tha dhe vetë, domethënë që më pëlqeu, sepse edhe ishte tir Gjoci, edhe një vajzë me shkollën. Po, se nuk e mbaj mend. Edhe ka qenë mos gaboj Wicked Game, që u soll në një formë ndryshe nga ato tre, që një prezantimi pasi prezantuan këngën e Eurosongut, bën një performancë, si më thon, një këngë anglisht. Edhe mua më pëlqeu domethënë sepse Wendy thash punon në katër brumë që punon në këngën dhe e veçanta e të dyjave është kjo. Biles kur të vinë do t'ja rezervoj me zdrit. Po, sigurisht. Sepse do prezentoj dhe këngën e video që sjellin prandaj. E presim me shumë dashuri. Edhe janë të dyja modet, kanë një material që jam krenar. Vërtet nuk është rryma ime, sepse ajo shkruan R&B. Ka një version të vetën, unë mundohem të hyj me gitarë në disa herë kompeticione. Kemi bërë një gërshëtim që ka funksionuar. Interesante. Por gjithmonë udhëheq Wendy.
kur shu bëje kitarën, ashtu edhe rrit para shkurt. Wendy presionin e një skenë të madhe ka përjetuar një herë, kështu që herën tjetër jo si back vokaliste, por si këngëtare të përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision. Por gjithë ekspertizën dhe eksperiencën që ka marrë në SBA. Do më pëlqen. Atje është shumë mirë, por është vend i madh, edhe është fati i menaxherit të fut atë koshin edhe po themi në thojza peshit janë artistë. Edhe kush do më është fatë, nuk... Edmond, ti me Alman keni bërë një punë jashtëzakonisht të pashme, së pari që keni gëzuar shpirtin tuaj me 2 vajzat mrekullueshme, po më besoni, keni krijuar 2 qytetarë shumë të denja shqiptarë që kudo ku të shkojnë, veç se lartësojnë emrin e Shqipërisë, dhe veç se na nderojnë faqen. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit më vjen. Je i mirëpritur ti, po mezi presin dhe vajzat. Ti jemi të sinqertë unë dhe Syriani në këtë studio. Do ta prezantojmë klipin këtu. Klipin që ato me shumë kënaqësi gjithmonë. Edmond, faleminderit shumë. Si banani që neve na pëlqen shumë, edhe pse bëhet këtu e gati 30 vite, për pak bën 30 vite. Ti ke shumë perla, po ka patjetër që dhe ajo do vendin e saj. Mirë, publiku i themi kështu mbyllim mes dritën me këtë shije të mirë dhe me nota ndoshta të heshtura muzike, por që me shumë histori. Dëgjojmë. Ju duam shumë, shihemi nesër.